Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të emisionit Med Plus, të dashur miq, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Sonte kemi kënaqësinë të presim një të ftuar që jo vetëm vjen nga një familje me traditë shumë të vlerësuar në mjekësi, por edhe vetë përshkëlqen në fushën e saj. Ajo është vajza një mjeku shumë të njohur dhe të respektuar, megjithatë edhe këtë duhet ta theksojmë patjetër, pavarësisht emrit të babait të saj, sjellja, përkushtimi dhe puna e saj e kanë bërë të ndërtojë karrierën e vet, të pavarur dhe të vlerësuar, duke sjellë një frymë të re dhe shumë të vlefshme në mjekësinë moderne. Sonte do të flasim për një gjendër të vogël e cila ka ndikim shumë të madh në trupin e njeriut. Do të flasim se çka ndodh kur ajo punon më ngadalë ose më shpejt dhe cilat janë mënyrat e menaxhimit të këtyre gjendjeve. Pra, është kënaqësi të mi presim sonte në studio doktoreshën Reza Sarhati Morina. Mirëmbrëma doktoresh dhe faleminderit që keni ardhur sonte me ne. Mirëmbrëma doktor Hektor, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me të qenë mysafire juaj. Faleminderit shumë. Doktoresh, unë e përmenda që sonte do të flasim për një gjendër, e që kjo gjendër tjetër ide, për problemet më të shpeshta që ka kjo gjendër, dhe do të mundohem t'ju sqarojmë publikut pikat më të rëndësishme të cilat kanë lidhje me këtë problematikë. Po para se të flasim për problemet, kisha pas dëshirë të flasim për pjesën fiziologjike, apo pse është e rëndësishme kjo gjendër, si funksionon, edhe mandej do të kalojmë në pyetje tjera. Atëherë kërkoj nga regjia të na prezanton video në por, të cilën e ka sjellë doktoresha dhe doktoresh po. Gjendra tiroide një gjendër me një rëndësi shumë të madhe për organizmin tonë. Është një gjendër e vogël në pjesën e përparme të qafës, domethënë aty lokalizohet dhe prodhon dy hormone tani të njohura dhe në popull si të treshë dhe të kaqe, që janë hormone me një efekt shumë të rëndësishëm. Hormonet në përgjithësi edhe të treshë të kaqe lidhen me receptorët e tyre për të funksionuar, për të treguar efektin e tyre. Hormonet e gjendrës tiroide kanë receptor pothuajse në të gjithë organizmin. Për këtë arsye ndikojnë në metabolizmin bazal tonin, që është një funksion shumë i rëndësishëm. Ndikojnë në kontraksionet e muskulit të zemrës, pra ndikojnë në ritmin e zemrës, ndikojnë në frymarrje, në shpeshtësinë se sa shpesh kemi cikle të frymarrjes, ndikojnë në punën e zorëve, në motilitetin e zorëve, në shpejtësinë e qarkullimit të ushqimit nëpër zorët tona. Kanë ndikim në metabolizmin e karbohidrateve dhe të yndyrnave, një funksion shumë i rëndësishëm, ndikojnë në hormonet tona, domethënë ku shohim se çrregullimet e gjendrës tiroide shkaktojnë çrregullime dhe hormonale deri te infertiliteti. Ndikojnë në gjendjen psiqike tonë, ndikojnë në emocione, ndikojnë në shqetësimet tona, domethënë një efekt shumë i rëndësishëm pothuajse në të gjithë organizmin. Doktoresh, do të flasim për hipotireozën, po para se të fillojmë me ta elaborojmë këtë gjendje, shpesh hipotireoza kalon edhe pa u vrejt, simas disa të dhënave shkencore, diku 30 deri në 40% të çrregullimit të ankthit përzihet me hipotirozën, kuptimin që vlerësohet që është çrregullimi i ankthit, në fakt bëhet fjalë për çrregullim funksionimit të gjendrës tiroide, edhe mbas edhe sëmundje tjera kur nuk janë shumë si të manifestuar, dinë me mund ngatru. Çfarë është hipotireoza? Të flasim pak më shumë për gjendra tiroide, edhe pse një gjendër e vogël, ka disa sëmundje, të cilat janë shqetësuese për organizmin. Kemi sëmundjet ose çrregullimet të funksionit të gjendrës tiroide, po kemi çrregullimet dhe të strukturës së gjendrës tiroide. Në çrregullimet të funksionit hyn hipotireoza, domethënë, dhe hipertireoza është nën funksioni ose mbi funksioni i gjendrës tiroide, që do të thotë ajo gjendër ose prodhon më pak hormone ose prodhon më tepër se që kërkon organizmi. Ndërsa në çrregullimet të strukturës janë ndryshimet që ne vrem gjatë ekzaminimit me ultrazë, që jo domosdoshmërisht lidhen me çrregullimet e hormoneve.
ka raste që po, se ndryshimet që i shohim për shembull të tiroiditet janë bashkë me çrregullimet e hormoneve, mirë po çrregullimet tjera që janë cistat, noduset, çdo formacion tjetër që ne i shohim jo domosdoshmërisht është i lidhur me çrregullimet e hormoneve. Hipotireoza pra është në grupin e çrregullimeve të funksionit, shkaktohet, është mosfunksionimi i gjandrës tiroide, prodhohen më pak hormone se që duhet, se që kërkon organizmi. Shkaktar kryesor është një tiroidit, tashmë mund të them edhe i njohur, se shumë pacientë thonë që jam Hashimoto, është tiroiditi autoimun Hashimoto. Shkaktar tjetër është mungesa e jodit, që në ditët e sotme mund të them që e shohim më pak, për shkak se tani më kemi krypen e jodizuar që e marrim të standardizuar. Shkaktar hipotireozës është edhe trajtimi me barna antitiroidien. Barna të cilët ne japim për të ndalë funksionin e gjandrës tiroide, mirë por në moment ajo mund të jenë doza të mëdha të na qesim pacientën në hipotireozë, në nën funksion të gjandrës tiroide. Është edhe trajtimi me jod kur e bojmë të gjandrës tiroide, për shkak se jodi aq sa është i rëndësishëm për gjandrën, kur jepet në doza të mëdha e shkatron folikulat të gjandrës tiroide dhe ajo gjandra më nuk prodhon dhe kalon në hipotireozë. Hipotireozë kemi edhe të heqja e gjandrës tiroide apo tiroidektomia totale për arsye të ndryshme që bëhet, atëherë pacienti tërë jetën mbetet në hipotireozë, do të thonë mbetet në terapi me zëvendësues të funksionit të gjandrës tiroide. Simptomat më të shpeshta të cilat ne i shohim te hipotireoza është që ajo klasike është lodhja. Është një lodhje, është një përgjumje që nuk është një lodhje zakonshme. Nuk është një lodhje që na e vrejmë në fund të ditës. Se në fund të ditës është e zakonshme, është normale në të gjithë të ndijmë të lodhur pas aktiviteteve ditore që i kemi. Ndërsa lodhja të hipotireoza është një lodhje për mëngjesit. Pacientët për që zgjohen në mëngjes nuk kanë motiv për të punuar, për të kryer obligimet e tyre ditore. Do të thonë kjo është një lodhje që karakterizon gjandrën tiroide. Mund të kemi çrregullime të ritmit të zemrës. Karakteristikë më tepër është bradikardia, do të thonë zemra punon më ngadalë, se zvoglohen kontraksionet e zemrës, po të shpeshta janë edhe ekstrasistolat, që për shikuesit tonë, ekstrasistoli është një kontraksion jo i rregullt i zemrës. Nëse zemra po punon normalisht, dëgjohet një kontraksion që në fakt ata dëgjojnë si ngulfatje, edhe thonë që komas kohë ndihem si një vrejnë, dhe më thonë si një ngulfatën, një farë sikleti. Tjetër është edhe shtimi në peshë. Shtimi në peshë për shkak të kapslykit. Zorët punojnë më ngadalë dhe atëherë ushqimi mbahet më tepër në organizmin tonë. Shtimi në peshë është edhe për shkak të mbajtjes së ujrave. Do të janë disa proteina që shtohen e marrin më tepër ujë në organizëm, edhe te hipotirozat më të rënda që ne tash i shohim shumë rrallë, pacienti vjen edematos, do të thonë ka fytyrë edematoze të ajur, ka sy të ajur, dhe kur fillojmë trajtimin me levotiroksin, kur vjen në kontrollin tjetër vetëm e shohim që ka një përmirësim. Ka çrregullime të hormoneve. Hipotireoza shkakton një rritje të prolaktinës. Kur kemi mungesë të hormoneve të tiroides, kemi rritje të prolaktinës. Prolaktina është një hormon i qumshtit që prodhohet në hipofizën tonë. Tani, kur kemi mungesë, sidomos të rëhyja që lidhet me hipofizën, ajo stimulon prodhimin e prolaktinës. Edhe shumë shpesh na vijnë pacienta që janë me prolaktin të rritur, që ndoshta arsyeja është hipotireoza. Dhe gjithmonë kur vijnë, na fillimisht para fillimit të trajtimit kërkojmë hormonet të gjandrës tiroide. Nuk fillojmë trajtimin për prolaktin të rritur pa kërku funksionin e gjandrës tiroide. Përmedita është arsye tamam një prolaktin e rritur me arsyet e veta apo është gjandra tiroide. Nëse është prej gjandrës, atëherë na fillimisht të trajtojmë gjandrën. Nuk trajtojmë prolaktinën e rritur, por kur rregullohet funksioni i gjandrës, kontrollohet në ndërkohë edhe prolaktina. Nëse nuk trajtohet, atëherë kjo prolaktin shkakton edhe çrregullime të hormoneve të tjera seksuale, qoftë tek mashkujt, qoftë tek femrat. Do të thonë kjo ndodh në të dyja gjinit. Tek femrat kemi çrregullim të ciklit menstrual, që çon deri te infertilitet. Te meshkuj kemi zvoglim të libidos, po dhe infertiliteti. Do të thonë janë në të dy rastet çon deri te infertiliteti. Hipotireoza mandej rrit rezistencën e insulinë. Do të thonë kemi një insulinë rezistencë të rritur, të pacientët të cilët i kemi me diabet vetëm shkakton çrregullim të vlerave të glikemisë për shkak se rrit
zbërthimin e glikogjenit, kthimin në glukozë dhe sintezën e glukozës në melqi, edhe që rregullon metabolizmin e yndyrnave. Gjandra tiroide ndikon shumë në kolesterolin, në LDL kolesterolin, në fraksionin e keq që i themi ne të kolesterolit. Kur kemi mungesë të hormoneve të gjandrës tiroide, zvoglojnë receptorë të cilët e kapin LDL kolesterolin. Atëherë kur zvoglojmë kemi nivel të rritur të LDL kolesterolit në gjak. Edhe shumë shpesh pacientat që vinë me hipotirozë kanë çrregullime të yndyrnave, kanë kolesterol të lartë, kanë LDL kolesterol të lartë. Pas trajtimit, nëse nuk ka arsye tjera të cilet ne i dimë të çrregullimit të lipideve, din të rregullohet edhe niveli i yndyrnave apo kolesterolit në gjak. Doktoresh, faleminderit. E përmendet Hashimoto, smundjen e Hashimotos si ndër arsyet kryesore të hipotirozës. Kem pas kërkesat ta trajtojmë Hashimoton, do ta lojmë pas kësaj bisede tonë për hipotirozë, të flasim pak më gjatë enkas për Hashimoto, po unë po të dëshirë dy çështje ti trajtojmë e para. Mendohet ose në fakt është faktuar që hipotiroza është më shpesh te femrat, deshta të kuptojmë se pse ndodh kjo, dhe e dyta, a ndodh, para se të dalim diagnostik, a ndodh që dikush të ketë simptoma me analiza normale? Po, njerët përkthejmë të pyetja e parë, domethënë edhe në literaturë, por edhe në përditshmërinë e sëmundjet e gjendrës tiroide në përgjithësi i shohim më tepër tek femrat. Nuk ka, domethënë përfundimisht nuk është e thonë pse dhe hulumtimet që bëhen, nuk kemi një arsye shumë të saktë që mund të themi për këto është më e shpesh te femrat. Mirë po, hormonet femërore janë ato, domethënë hulumtimet që janë bërë është parë që ndikojnë, për shkak se është parë që hipotiroza po shfaqet në periudha ku kemi ndryshime hormonale te femrat, që është periudha pubertetit, ku adoleshenca, ku fillon ndryshimi hormonal tek femrat, është periudha e shtatzanisë, është periudha laktacionit, është edhe periudha menopauzës. Këtu mendohet që është estrogeni ai që luan rol, për shkak se estrogeni si hormon e rrit nivelin e proteinave lidhëse të hormoneve të tiroides. Tani, them edhe një herë te fiziologjia, hormonet e tiroides janë për shembull në sasi të madhe, mirë po një pjesë e tyre lidhet me proteina, qoftë me globulina apo albumina, dhe një pjesë e tyre është e lirë në gjak, e cila edhe kryen funksionin e hormoneve të tiroides. Tani këto proteinat të cilat e lidhin, këto hormonet të cilat janë të lidhura janë inaktive, nuk kryejnë punë. Neve nëse i masim të katërshin, për shembull, na del që është mirë në gjak, po nëse masim formën e lirë, e shohim që është më ulët se sa që duhet. E tash estrogeni ndikon në lidhjen në rritjen e këtyre proteinave. Nëse kemi një estrogen të rritur, ndikon që proteinat që i lidhin hormonet të rriten, edhe në fakt në total kemi hormonet mjaftueshme, por forma e lirë e cila vepron është më ulët. Mande estrogeni vetë si hormon ndikon në autoimunitet, në imunitetin e organizmit. Kjo vrejet se sëmundjen e Hashimotos e kemi më tepër shpesh te femrat. Do të thënë është estrogeni ai që ndikon në numrin më të madh të sëmundjeve të tiroides te femrat. Ndërsa pyetja e dytë që pacientat a kanë simptoma me analiza normal, po e shohim edhe këto, po duhet sekur se nëse marrim vlerën e TSE-s, që është një analizë bazë që na shumica e dim edhe e lypim, e kërkojmë fillimisht, e ka një vlerë kufitare, domethënë i ka 0,2 deri në 4,2 varësisht për laboratorit deri në 5. Tani një gjendër tiroide që funksionon mirë na presim të jetë diku vlera 2,5 edhe më poshtë, maksimum 3. Nëse shohim një TSE që po shkon te nivelet e sipërme, që faktikisht për ne është një hipotirozë subklinike, nivelet e sipërme, ose hormonet FT3 dhe FT4 që janë te niveli i poshtëm, pacienti ka simptoma. Edhe sidomos nëse është sëmundje autoimune, ai ka simptoma. Përkundër që jemi brenda vlerave referente, ai shfaq simptomat. Për ne është një hipotirozë subklinike. Nëse ka sëmundjen autoimune, nëse ka këto vlera dhe nëse ka simptoma, ne fillojmë trajtimin edhe pse hormonet i kena në kufi, domethënë, ende nuk e kanë kalu kufinin, qoftë të sipërm apo të poshtëm. Domethënë kanë simptoma. Doktoresh,
Ne kemi pas edhe një pediatër në emision dhe ai ka folur shumë për rëndësinë e testimeve të posalindërve për funksionin e gjendës tiroide dhe ai ka vlerësuar si domosdoshme në parandalimin e çrregullimeve të cilat mundin të qenë shumë serioze nëse nuk parandalohen me kohë. A mendoni që një screening i tillë i të posalindërve është me dobi dhe vlerësoni që ka ardhur koha edhe shoqërisë jonë, shtetit jonë me pas pak ma kujdes posalindur ta kem parasysh që numri i lindjeve në Kosovë për këto 10-15 vjet të fundit është rënë në mënyrë drastike, parafërsisht në spitalin e Gjakovës lindin me një ditë në mesatar rreth 6 fëmijë, 6 teste, nuk janë shumë të marrë parasysh se si shkojnë gjitha ato shpenzime në vendin tonë. Si e vlerësoni rëndësinë e screeningut? Hormonet e tiroides në fakt edhe na paska kalu përmend që janë të rëndësishme qysh në atë fazë, domethënë qysh në shtatzani, për mbarvajtjen e shtatzanisë, për shkak se nëse një nanë nuk ka mjaftueshëm hormonet e tiroides, ajo është derisa të krijohet organogeneza, është nana që përcjell hormonet e tiroides te fryti vet. Domethënë ka rëndësi qysh në fillimet e shtatzanisë, në mbarvajtjen e shtatzanisë edhe mas lindjes. Screeningu i gjendrës për gjendrën tiroide të bebat e posalindur është shumë i rëndësishëm. Në fakt në shtetet jashtë Kosovës, në shtetet e mëdha është screening rutin, ku fëmia i posalindur gjithsesi duhet të bëjë gjendrën tiroide. Nuk është arsyeja pse nana është trajtuar për gjendër, domethënë është screening për të gjithë lindjet. Pavarësisht është smutë. Se shqetësimin e kanë kryesisht gratë shtatzana, të cilat po trajtohen me për gjendrën tiroide dhe gjithmonë pyesin a duhet t'ja bëj fëmijës bebes posalindur, po rekomandimet që janë po, tash edhe po bëhet, domethënë nuk mund të them që nuk po bëhet hiç, mirë po rekomandimet është që krejt fëmijët që lindin duhet të bëhet gjendra tiroide pa marrë parasysh a është trajtuar nana gjatë shtatzanisë, se nuk po flasim për një sëmundje trashëguese, se fëmia porsalind nuk shfaq sëmundjen që e trashëgon nga nana. Po flasim për një agjenezë që mund të ndodhë, domethënë është e rrallë, po prapë mund të ndodhë, që fëmia mund të lindë me mos zhvillim të gjendrës tiroide, ndoshta edhe total, ndoshta edhe pjesërisht. Dhe nëse nuk ka hormone, nëse nuk ka gjendër, atëherë ai fëmijë nuk ka të ardhme, nuk ka zhvillim normal, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë bërja e hormoneve të gjendrës tiroide tepër sa lindroj ka një rëndësi shumë të madhe. Jo. Këto bazike. Mirë, doktoresh, flasim pak për analizat e gjakut, apo analizat që përdoren për testimin e gjendrës. Na tregoni cilat janë ato më të zakonshme. E kuptoj që ka kombinime të ndryshme dhe mbas atyre kombinimeve të ndryshme të hormoneve, se janë disa për cilat jo keni me fol, edhe vlerëson mandej klinicisi shka duhet më tutje me bëu, në kujtoj që nuk muj me inë ato detaje, sepse nëse kanë nevojë njerëz atëherë kanë kumill kontaktu juve dhe edhe kolegët e juaj. Atëherë të flasim për ato analizat bazike të cilat duhet bëhen. Analiza bazë në fakt që kërkohet në përgjithësi se gjendrën tiroide kërkojnë shumë mjek, domethënë mund të them prej të gjitha specialiteteve duke filluar për mjekëve të përgjithshme, se mbas simptomave që i përmendëm, pacientat tonë mund të shkojnë në çdo specialist, për shembull mund të kenë probleme me zemër dhe mendojnë që është zemra, në fund del që janë probleme të gjendrës tiroide, ose probleme me ankthin, me depresionin, trajtohen shumë shpesh edhe del që është problemi me gjendrën tiroide. Ajo analizë bazë është TSH-ja. Domethënë është një analizë që po kërkohet gjithnjë më shpesh edhe mirë që po kërkohet për shkak se shumë më herët po diagnostikohen problemet e gjendrës tiroide. Është vetëm TSH-ja. Mirë po, vetëm me një TSH prapë nuk mund të diagnostikojmë. Për ne është shumë e rëndësishme ta shohim pacientin, të shohim simptomat, shenjat që i ka pacienti. Nëse përputhen me analizën e TSH-s, po fillojmë trajtimin edhe me një TSH, po kryesisht na i lypim mandej dhe format e lira të treshit dhe të kaçit, që janë F të treshit dhe F të kaçit. Këto analiza janë bazë për fillimin e trajtimit të gjendrës tiroide. Mandej me trajtim të më tutjeshëm na normalisht varësisht prej
nevojës i kërkojmë të tjera që janë antitrupat pothuajse të domosdoshëm. Përveç antitrupave, ekzaminimi me ultrazo është një ekzaminim që tashmë e plotëson diagnostikimin e gjandrës tiroide. Varësisht ka shohim ndryshime në ultrazo, kërkohen analiza tjera, mirë po fillestarja dhe bazika është një analizë të TSH-s. Doktore, keni sjellë edhe një video të ekzaminimit me ultrazo të gjandrës, kërkoj nga regjia videon. Na tregoni se pse përdoret sa është ndihshme si në kuptimin e saktë si metodë dhe çka ju ndihmon juve? Ultrazoni është një metodë e domosdoshme në diagnostikimin e sëmundjeve të gjandrës tiroide. Kur vjen një pacient i cili ka çrregullime, se zakonisht pacientët drejtohen kur kanë çrregullime hormonale, domethënë kur TSH-ja nuk është mirë, vijnë në kontroll te endokrinologu. Në gjithmonë është rutinë që pacientët që marrin për herë të parë për trajtim, bëjmë edhe ultrazonin gjandrës tiroide. Me ultrazo mund të vrejmë tiroiditet. Për shembull, Hashimoto ne vrejmë me ultrazo. Edhe plotësojmë me analizat që jemi të po, atëherë kemi një diagnozë të saktë që ai pacient është me ndryshime domethënë të një tiroidit kronik që është Hashimoto. Me ultrazo na ndihmojnë edhe tiroiditet tjera. Gjandra tiroide, unë thash në fillim, është një gjandër e vogël, po i ka disa patologji. Për shembull, kemi tiroiditet akute ose subakute, të cilat e kanë një klinik shumë të vështirë për pacientin, e kanë simptomat të hipertirozës, po kanë një dhimbje shumë të madhe në qafë, ku pacientët nuk mund ta lëvizë as qafën. Domethënë edhe ekzaminimi me ultrazo ta është të vështirë. Mirë po si metodë diagnostikuese neve na ndihmon shumë, sepse e vrejmë, domethënë që nuk është një hipertirozë që është funksion i rritur gjandrës tiroide, mirë po ka ndodhur një inflamacion, i cili inflamacioni i ka shkatru qelizat e tiroides, ka ndalë hormonet në gjak dhe ajo tiroide nuk po prodhon, mirë po e kemi kalimin e krejt hormoneve që kanë qenë tiroide në gjak e kemi. Dhe klinika është e hipertirozës, po kur e bëjmë ultrazonin, vrejmë që aty nuk ka një qarkullim të gjakut. Se te hipertiroza kemi qarkullim të rritur, ndërsa te tiroiditet nuk kemi qarkullim të gjakut dhe ajo na ndihmon në diagnozë. Tjetra janë tumoret e tiroides. Në tumoret e tiroides ne i fusëm të gjitha ndryshimet që i shohim në gjandrën tiroide, të gjitha ndryshimet prej cistave, noduseve deri te karcinomat. Mund të theme që karcinomat pothuajse vrehen me ultrazo të gjandrës tiroide, edhe pse kërkojnë ekzaminim shtesë që është biopsia, po i kemi karakteristikat ultrasonografike të cilat na çojnë në dyshimin se jo të gjitha noduset ne preferojmë të punktojmë ose të bëjmë një analizë shtesë që është FNA-B-ja. Ne preferojmë të punktojmë ato noduset të cilat doken që i kanë karakteristikat e dyshimta. Do të thonë kemi një dyshim që ai nodus nuk është i mirë mbas karakteristikave të ultrazonit, edhe ajo diagnostikojmë, mund të them, na çon drejt diagnozës së tumoreve. Ultrazoni dhe FNA-ja janë dy metoda diagnostikuese të karcinomave. Neve nuk na vijnë ekzaminime shtesë për diagnostikuar karcinomat e tiroides. Doktoresh, atëherë nëse në bazë të pasqyrës klinike, diagnostikës, analiza, hulumtimeve të tjera vërtetohet që një person vun nga hipotiroza, ma tregoni si përcaktoj si është skema fillestare e mjekimit, sa vazhdon, a mjekohet apo edhe shërohet problemi me hipotirozë? Kjo është krejt individuale, do më thënë varet prej pacientit, fillimi i trajtimit, varet mosha pacientit, varet faza jetës kur është shfaq, varet për shembull të pacientave me moshë më të shtyrë, varet për sëmundje shoqëruese që i kanë, për shembull pacientat të cilët i kemi me sëmundje të zemrës, sëmundje koronares, pacientat me asëm, do më thënë me probleme të frymarrjes, të ata fillohet me dozë shumë të vogël. Se të e ditë që gjandra tiroide ndikon në kontraksionin e zemrës. Momente që na fillojmë trajtimin, e dim që mund të rritet ritmi i zemrës. Nëse kemi një pacient i cili ka sëmundje koronare, atëherë duhet të kemi shumë kujdes. Të ata fillohet me doza shumë të vogla, tepër të vogla dhe në përcjellje shumë e afërt. Fillojmë dozat e vogla, përcjellim pacientin, i përcjellim analizat, gradualisht rritet, shumë ngadalë rritet doza dhe deri ku aty na kemi synimin të mbrijnë analizat.
Po ashtu dhe me çrregullimet të astmës. Për shembull, ka pacient të cilën janë me probleme astmatike që pa e di që janë me gjandër tiroide ju keqësohet. Do të thonë vijnë ata, është ndru terapia disa herë e astmës, edhe kur vijnë shohin që kur bëhet një analizë gjandrës shihet që është problemi të gjandra. Kur fillohet trajtimi edhe simptomat e problemeve të frymarrjes qetësohen, mirë por dhe këtu e kemi një fillim shumë gradual të dhënies së terapisë. Të rritë, se kemi edhe shumë të rritë, domethënë që fillohet me gjithmonë fillohet me dozë më të vogël, por jemi më ndryshe, se një organizëm i ri ndryshe përballon terapi, ndryshe kemi të moshat më të vjetra dhe me sëmundje shoqëruese. Domethënë fillohet në dozë më të vogël dhe gradualisht rritet. Hipotireoza zakonisht mund të them që është e përjetshme, sidomos kur është e shkaktuar nga tiroiditi Hashimoto. Sa ajo është një sëmundje autoimune, ku nuk ka kthim brapa, domethënë rriten ato antitrupa, synimi i tyre është të shkatërrohet ajo gjandër dhe nuk pritet që ajo gjandër të rimerr funksionin e saj, mirë po mbeten në terapi të përjetshme. Kalimtare mund të themi janë disa hipotireoza gjatë shtatzanisë, të cilat shtatzanat kanë nevojë në atë periudhë gjandra e tyre nuk prodhon aq sa duhet hormone që nuk janë me natyrë autoimune, ato trajtohen gjatë shtatzanisë edhe shumë shpesh pas shtatzanisë ndërprejmë terapin, po gjithmonë në përcjellje janë. Faleminderit doktoresh. Para se me dalë të stili i të jetuarit, ndikimi i stresit, gjumit, mënyrat të ushqyerit, sa ndikojnë këto në funksionimin e gjandës tiroide. Po të dëshirë të kuptojnë nga ju se a vlerësoni si domosdoshme vizitat rutinë, gjithsesi testet edhe ulemtimet rutinë për gjandën tiroide, edhe të ata personat të cilët nuk i kanë këta simptoma, apo mendoni që duhet pritet të ndonjë shej parë që të shkohet te mjeku ose në laborator? Rekomandimet janë që gratë janë më të kujdesshme në këtë drejtim, sidomos mbi moshën 35 vjeçare. Mirë po këtu po flasim për pacientat të cilët nuk kanë fare simptoma ose nuk e kanë një trashëgimi që dikush para tyre ka probleme me gjandër tiroide. Ndërsa kur kemi probleme me gjandër tiroide, nëse nana ka probleme me gjandër tiroide, është mirë dhe një adoleshenti të bëhen analizat, nuk është të thonë që është të bëhen shumë shpesh, po një herë në vit është mirë të përcjellet. Domethënë varet prej a kemi një trashëgimi se kur shfaqen simptomat ne domosdoshmërisht duhet të bëjmë kur kemi ndonjë shqetësim. Mirë po kur kemi trashëgimi një herë në vit është mirë të bëhen analizat e gjandrës tiroide, ndërsa kur nuk kemi mbas moshës 35-40 vjeçare po preferohet po. Veç sa për publikun t'ju kujtojmë që edhe në Gjakovë dhe kudo edhe laboratorat e institucione publike i kryejnë këto analiza, përveç atyre privat ose po, kështu që janë kushtimisht për thëmë pa shpenzime, pa kosto, dhe mirë po janë shumë të rëndësishme të bëhen. A ndikon përveç krejta saj që u tha deri më tash edhe mënyrat e jetuarit në hipotirozë? Ndikon mënyrat e jetuarit, një stres i rritur ndikon në funksionin e tiroides, duke ditur se si jetojmë ne sot, çfarë mënyrat jetesës kemi me jetën që e bëjmë, thon stresi është i pashmangshëm. Stresi ndikon në funksionin e gjandrës tiroide, nëse kemi hipotirozë e thellon më tepër, se shumë shpesh vijnë pacientat që i kanë bëjnë analizat një muaj përpara dhe i bojnë mas një muaj prap, edhe vinë me 2 parë analiza. Thojnë, doktoresh, në herën e parë kur i bona, kom pas shumë stres. Ato analiza janë krejt ndryshe. Kur vinë pas një muaji me të njëjtën dozë, pa ndryshu trajtimin, analizat janë rregull. Do të thonë, kjo është një përditshmëri që ne shohim, që edhe e vrejmë, po dhe në libra shkruhet që po, stresi ndikon, e thellon çrregullimin e gjandrës tiroide. Po ashtu dhe ushqimi, diçka që ne propozojmë dhe i thojmë pacientave është që të kenë kujdes në millin e bardhë dhe në sheqerin. Janë 2 sende që i thojmë jo vetëm pacientave me gjandrë tiroide, po ajo është mirë më bo përditshmëri për të gjithë ne, domethënë të largohen. Sheqeri për shkak se na e përmendëm hipotireoza rregullon insulina rezistencën. Nëse ne prap marrim sheqerin, kemi rregulluar nivelin e glukozës në gjak, ndërsa një që është shumë
tash në këto ditë tepër përmendet që dhe pacientat vetë e dimë është gluteni. Glutenin e thojmë pacientave që në mos ta marrim, po jo domosdoshmërisht të gjithë pacientat kanë nevojë të ndërprehet gluteni. Sidomos ndërprerje i propozojmë të atyre pacientave që kanë një tiroidit Hashimoto. Për shkak se pacientat që i kemi me sëmundje autoimune, pacienti me sëmundje autoimune ka prirje shoqërohet edhe me sëmundje autoimune tjera, përveç Hashimotos, shumë shpesh kanë vitiligon, kanë celiakin. Edhe heqja e glutenit bën më mirë te pacientat të cilët kanë probleme gastrointestinale, që ndoshta mandej edhe diagnostikohen me sëmundjen e celiakisë, e cila është sëmundje autoimune në e dije. Ne propozojmë që të heqet gluteni, po më tepër te pacientat që kanë probleme gastrointestinale edhe që kanë tiroidit Hashimoto. Doktoresh, erdhën te Hashimoto kërkesë edhe e shikuesve të emisionit. Shumë gjëra u përmendën ndërkohë. E përmendet edhe tani që si sëmundja autoimune shpesh është shoqëruar edhe me sëmundje tjera autoimune më të shpeshta i përmendet, s'pe kthehem. Shpesh prindërit janë të shqetësuar kur diagnostikohen sepse kanë frikë se edhe mund të trashëgohet te fëmijët. A mendoni që ekziston kjo mundësi dhe a preferoni që fëmijët trashëgimtarët e atyre të cilët diagnostikohen me Hashimoto ose kanë me Hashimoton duhet me patjetër t'i bëjnë testet për të vërtetuar apo për të eliminuar si mundësinë për këtë sëmundje. Po, Hashimoto njerë vetëm ta përmendë që është një inflamacion kronik i gjandrës tiroide, ndodh për shkak se rriten në grupin e sëmundjeve autoimune. Sëmundjet autoimune ne e dimë që është një reakcion i gabuar i organizmit. Imuniteti i nevojën është për të na mbrojtur. Kur bjen në kontakt me viruse, me baktere, domethënë ai aktivizohet dhe na mbron. Te sëmundjet autoimune kemi dëmtim të organizmi e dëmton veten. Në këtë rast rriten ata antitrupat të cilët stimulojnë inflamacionin kundër gjandrës tiroide, shkaktojnë shkatrim të gjandrës tiroide. Do të përmend që sëmundja autoimune, për shembull Hashimoto, mund të fillojë shumë më herët, krahasuar me kur ne marrim vesh që ai pacient është i smur me Hashimoto, për shkak se nuk e ka ditë që ka sëmundjen autoimune dhe nuk ka bërë analiza. Kur kanë filluar shqetësimet, mund të them që pacienti vetëm ka kaluar në hipotirozë. Domethënë, antitrupat kanë qenë shumë vite përpara të rriten, në gjandër tiroide shohim ne edhe mbas ultrazonit të rrim që kemi një gjandër shumë të dëmtuar, domethënë vret një strukturë që është dëmtuar plotësisht, derisa pacienti ka kaluar në hipotirozë. E dim që sëmundjet autoimune janë trashëguese dhe sidomos tek femra, domethënë prej nanës te vajzat trashëgohet më shpesh, jo që të djemt jo, por me përqindje se që falem është më e rrallë, po rekomandohet të bëhen, domethënë te fëmijët të cilët dinë që nana ose baba ka probleme me sëmundje autoimune me Hashimoton, rekomandohet të bëhen. Adoleshenca është në periudhë po ashtu që preket me probleme të gjandrës tiroide dhe ne kemi edhe pacientat të cilët vinë në atë periudhë dhe dalin Hashimoto. Domethënë prindit e kanë shqetësimin gjithmonë që jam unë dhe mos përbëhet fëmia, po, domethënë shancat janë me kalu sëmundja jo domosdoshmërisht, mirë po shancat e rritura janë që fëmia të jetë me Hashimoto nëse njëri prind. Shpesh ndodh që prindërit nuk e kanë, thonë e ka daja ose agja ose alla, po është një lidhje familjare e afërt. Është e afërt. A është vetëm një mënyrë mjekimi konservativ, do thotë përmes terapisë me barëra, apo nganjëherë duhet edhe intervenime kirurgjike dhe sa është e rrezikshme kur të vje në atë fazë kur duhet që një sëmundje Hashimoto të menaxhohet vetëm me intervencë kirurgjike, çka ndodh më tutje? Tani Hashimoto trajtohet me fillimisht nëse ne kemi një pacient Hashimoto mirë po që është në gjendje eutiroidiene apo që hormonet i kanë në rregull, që gjandra tiroide ende po funksionon normalisht, ne japim vetëm suplemente të cilat janë të mira në këtë fazë, që janë seleni, zingu, jodi, të cilat ndihmojnë funksionin të gjandrës tiroide në këtë periudhë dhe e qetësojnë atë autoimunitet që po ndodh në organizëm.
Gjithashtu vitamina D në këtë mes ka një rëndësi shumë të madhe për shkak se qetëson autoimunitetin, do të thënë të gjitha janë suplemente që i bëjnë gjandrës tiroide. A duhet gjatë, doktoresh? Besë në përcjellje se ne edhe pse, do të thënë edhe vitaminat e mineralet nëse japim në doza më të mëdha ato do të na bëjnë keq. Do të thënë ne japim në periudhat e caktuara, e ndërprejmë, pas një periudhe mund të fillojmë prapë, po jo në mënyrë të vazhdueshme të merret edhe seleni. Do të thënë i japim to kur fillon të bie pacient në hipotirozë, kur kemi çrregullim të analizave hormonale, fillohet terapia me levotiroksin. Indikacion për heqjen e gjandrës tiroide te pacientat me Hashimoto, indikacion absolut nuk ka. Ajo duhet heqet vetëm nëse kemi ndryshime tumorale brenda terrenit në të Hashimotos. Këtu do të atësekje se një tiroide me Hashimoto është një terren i përshtatshëm për shfaqjen e ndryshimeve të tiroides, ndryshimeve nodulare, por dhe karcinomave. Për këta pacientë jemi të kujdesshëm, preferojmë që nëse edhe pse nuk kemi ndryshime në këtë drejtim, njëherë në vit gjithsesi të bëhet ultrazani gjandrës tiroide, të përcjellet që në ndërkohë mos po na shfaqet diçka në gjandrë tiroide. Nëse kemi ndryshime, nëse kemi noduse të cilat ne i diagnostikojmë si të dyshimta me biopsinë e bërë, atëherë duhet të heqet gjandra tiroide. Për ndryshe, vetëm me Hashimoto nuk ka indikacion për të hequr, do të thënë kirurgjia nuk është indikacion, vetëm kur kemi noduse të diagnostikuar ndoshta edhe si karcinoma. Edhe pse ajo procedura shkon më gjatë, po noduse të cilat me biopsi janë parë që janë të rrezikshme. Dhe duhet patjetër, doktoresh, besoj që pajtoj që terapia të përdoret për jetë dhe nuk bën të ndërprehet dhe këtë kohën duhet bën vizita testime të rregullta, sepse në këtë mënyrë edhe mohet në kontroll ky problem shëndetësor. Si të thotë edhe populli, bëhet fjalë vetëm për kujdes edhe për shumicën e rasteve vetëm për një hap. Po. Edhe është me të vërtetë mëkat që mos t'i zbatojmë këshillat e mjekëve në këtë aspekt e marrë puna deri te një intervenim kirurgjik që atëherë nuk është njëjtë si pa këtë intervenim. Terapia me levotiroksin te pacientët me hipotirozë, të cilët kanë natyrë autoimune, dhe duhet të kuptojnë që është e përjetshme. Nuk e kanë të lehtë kur ju thojnë pacientave që përjetësisht duhet ta merrni terapinë, të gjithë hezitojnë. Kjo është e kuptueshme, kishim hezituar të gjithë, mirë po, duke shpjeguar që është një terapi përkundër terapive tjera kronike të cilat përkundër që kanë efektin pozitiv mund të kenë edhe efektet e tyra negative, siç do barë, levotiroksina është një barë i cili nuk ka efekte anësore. Është një barë i sigurt, unë gjithmonë ju them, kur japim në shtatzani, kur japim te gjithënja, që janë dy fazat më të ndihshme të jetës për shembull, atëherë nuk ka rrezik të jepet në çdo fazë të jetës. Nuk ka fare efekte anësore, vetëm që e rëndësishme është dozimi i saktë. Thonë se edhe doza e vogël, po edhe doza e madhe të dyjat na bojnë keq. Dhe nëse japim dozë të madhe që qesim pacientin në hipertirozë, aty ku nuk dojmë, doza jo e mjaftueshme, prap pacientin nuk e ka trajtimin e duhur, nuk rrin aty ku dojmë. Do të thonë, mirret përjetësisht, kontrollat fillimisht janë më të shpeshta derisa të mrihet disa të gjendet dozat që i përshtatet pacientit. Por dhe kur jemi në atë fazë, duhet të dimë që gjandra tiroide me tiroidit Hashimoto çdo ditë më tepër shkatrohet. Do të thonë se sëmundja autoimune e shkatron atë gjandër. Edhe ne ndodh që me vite kemi analizat mirë, po vjen një kohë që shohim dhe shumë shpesh pacientat pyesin, unë mirë me që dozë jam që një kohë gjatë dhe nuk e di pse ndodhi, po ndodh që kjo se ajo tiroide vazhdimisht fillon të shkatrohet çdo ditë më tepër dhe çdo ditë më tepër prodhon më pak hormone. Edhe doza normalisht që të ndryshohet varësisht prej analizave që i kemi. Doktoresh, tash po dalim në të kundërtën e Hashimotos dhe hipotirozës. Në hipertirozë, deshta të bisedoj për pasqyrën klinike, do të thotë simptomat, edhe diagnostiken, edhe mjekimin. Po. Tani hipertiroza është gjendje kur gjandra tiroide prodhon më shumë hormone se që duhet.
Këto duhet vetëm ta dallojmë pi tirotoksikozës, e cila nuk është një sinonim. Këto dyja nuk janë të njëjta, se tirotoksikozë ne i themi kur kemi shumë hormone në gjak, po jo domosdoshmërisht gjanda të prodhu. Domethënë, tirotoksikoza përfshin edhe hipertirozën, i përfshin edhe tiroiditet të cilat janë shkatërruar që përmenda dhe i qesin të gjitha hormonet të gjak, por edhe raste kur japim më shumë levotiroksinë se që duhet, domethënë çdo gjendje kur kemi hormone shumë në gjak të tiroides është tirotoksikozë, ndërsa hipertiroza është funksion i rritur. Domethënë te hipertiroza e diagnostikojmë kur e dim që gjandra është duke prodhu hormone më shumë se që duhet. Shkaku më i shpesh është sëmundjaja Gravesit, edhe kjo është sëmundja autoimune, ose bazetovi më tepër e njohur në popull. Edhe tek kjo kemi rritje të antitrupave, janë anti-TPO-ja, anti-TG-ja, por edhe një antitrup që është TSI-ja, që është një imunoglobulin që stimulon tiroiden që të prodhoj. Domethënë, kemi stimulim të tiroides që të prodhoj hormone. Kjo është më e shpeshta që e shohim. Mandej kemi adenoma toksike në element mjekësor, por për shikuesit më qartë është një nodos një nyje, që është në gjendjen tiroide që prodhon hormone. Domethënë ne shohim noduset e shpeshta, noduset e kemi shumë të shpeshta. Por në 95-96% të rasteve ato i kemi edhe benigne, por dhe kemi që nuk prodhojnë. Domethënë janë aty, por nuk shfaqin probleme. Ndërsa adenoma toksike është një nodos i cili gjejmë në gjendjen tiroide, ultrazo, po edhe shohim që është ka prodhon hormone. Domethënë nuk e kemi një Graves, nuk e kemi një sëmundje të gjithë tiroides, po e kemi vetëm një nodos që prodhon. Edhe të rastet kur thash që japim shumë terapi me levotiroksinë, mirë po ajo menaxhohet lehtë se zvoglohet terapia levotiroksinës. Kur prodhon shumë hormone gjandra, simptomat janë komplet të kundërta me hipotirozën. Tani zemra rre shumë shpejt, kemi takikardi shumë shpesh, pulsi pacientave është mbi 100 në minutë, kemi djersitje, kemi humbje në peshë, barkëqitje, pacientat dobësohen shumë, përkundër që thonë që ne po shehem një që shemi ushqy deri tash. Lodhja është simptom gjithsesi, se kur kemi shumë hormone dhe ajo është një lodhje për organizmin, se çdo proces në organizmin tonë shpejtohet, gjithçka shpejtohet. Kemi çrregullimet ciklit menstrual të femra, domethënë edhe këtu kemi çrregullime, ciklet mund të jenë me gjakderdhjet më të shpeshta ose në përgjithësi më shpesh vijnë. Domethënë këto janë simptomat kryesorë që vrim. Kemi dridhje, kemi tremor të duarve, domethënë ne ekzaminim e vrejmë që kur kontrollojnë pacientin, ati dridhen duart. Edhe vetë pacienti e vrejnë. Kemi çrregullime të gjumit. Ata pacienta thonë që nuk flejnë natën fare, nuk mund të flejnë. Domethënë është me një fjalë këtë organizmin ngutet. Gjithçka në atë organizëm po funksionon, po është një alarm shumë i madh. Domethënë këto janë simptomat që janë komplet të kundërta me simptomat që përmendëm më herët. Po, në aspektin diagnostik, doktoresha, testet diçka i përmendet? A janë këto testet që bëhen edhe të ne? A hynë në punë këtu edhe diagnostikimi apo përdorimi i ultrazonit dhe në fund edhe të flasim për mjekimin? Po, diagnostikimi bëhet me ato hormone që i përmendëm, me të njëjtat analiza bëhet TSH-ja, që tash këtu është e frenuar, në faktikisht dallim prej hipotirozës ku kemi një TSH të lartë, edhe bëhen FT3, FT4. Me këto ne diagnostikojmë një hipertirozë, duke e parë dhe pacientin që shfaq simptome. Antitrupat janë të rëndësishme për të vërtetuar është një Graves, është sëmundja autoimune. Ultrazoni gjithashtu ndihmon në diagnostikim, se kur bëjmë ultrazonin të një pacient me hipertirozë, kemi një qarkullim shumë të madh të gjakut. Domethënë kur vendosim sondën, shohim që ajo vret që ai është një qarkullim i madh, edhe vren që ajo gjandër po prodhon se ka një qarkullim shumë të madh. Mirë, po ultrazoni këtu ka rëndësinë vet edhe për shkak të adenomës toksike që e përmenda. Se ne kur e bëjmë të adenoma toksike, hipertirozë, kur e bëjmë ultrazonin, shohim që gjandra në përgjithësi e ka një strukturë të rregullt, po e shohim ato që kemi një nodus i cili ka një qarkullim shumë të madh dhe është dyshimi që ai nodus është ka prodhon. Në këtë rast, decintigrafia të hipertiroza është një metodë plotësuese në diagnostikim, mirë po scintigrafia indikohet pasi të qetësojmë pacientin me terapi, domethënë
Pasi qetësohet, duhet të qetësohet për shkak se scintigrafia është metodë ekzaminuese diagnostikuese me jod. Edhe nëse ne kemi një pacient i cili ka shumë hormone të gjandrës tiroide, japim edhe jod, prapë keqësojmë situatën. Për këtë arsye, fillimisht qetësohet pacienti me terapi, pastaj e çojmë në ekzaminim me scintigrafi, cili na ndihmon ta plotësojmë, domethënë, diagnostikimin të pacientit të jemi komplet më të saktë. Mjekimi, doktoresh? Mjekimi është me antitiroidin të sintezës. Quhen kështu, por për më thjesht janë bana që e frenojnë funksionin e gjandrës tiroide. Ky është mjekim i zgjedhur te Gravesi, domethënë te smundja bazetovit, hipertiroza nga smundja autoimune, ku ne duke jap terapin e frenojmë atë gjandër, e majmë të frenuar, për shkak se ajo po përdor më tepër dhe ne i ulim. Pacientat si të fillojnë terapin, mund të themi mbas 2 javë vetëm e shohin efektin, domethënë ndihen shumë më mirë. Beta bllokatorët janë një trajtim, domethënë i japim te hipertiroza për të ndalë simptomat e simpatikusit, domethënë traunat e shpeshta të zemrës, djersitje, ndritjen e durve, ajo ndikon shumë mirë. Ndërsa te adenoma toksike, duhet të cekim se adenoma toksike përfundimisht trajtimi më i përshtatshëm është intervenimi operator. Për shkak se na japim antitiroidin të sintezës, këtu e frenojmë atë adenome prodhu. Mirë po, kur do që zvoglojmë dozën aty në barnave, ajo adenom është aty dhe ajo përprodhon. Mjekimi më i saktë është nëse bëhet intervenimi operator dhe heqet të nën që po, gjitha kryen. Po, gjitha intervenimet e gjandrës tiroide kryen. Edhe janë shumë të suksesshme dhe janë të përditshme. Diçka për stil tjetër, sa ka ndonjë ndikim në mënyra si sillen me një me vetveten? E tash të hipertiroza, prap mund të them që stresi ndikon për të keq, për shkak se ne dimë që stresi pas sëmundjes të gjandrës tiroide shkakton rritje të kontraksionit të zemrës, në arrit ritmin e zemrës. Tash kur jemi edhe me sëmundje të gjandrës tiroide, stresi aq më tepër, domethënë e keqson këtë situatë. Gjumi është diçka që ndikon, po edhe këtu hym në një cikël vicioz. Gjumi, pacientat me hipertiroz nuk bëjnë gjumë të mirë dhe vetë. Edhe gjumi vetë në rrit kortizolin, që është një hormon kur nuk flejmë, që është një hormon i cili po ashtu na çrregullon. Dhe jemi në një rreth që gjumi çrregullon tiroiden, tiroidia nuk na lën me flet mirë, po me trajtim të banat që japim për tiroide, pacienti qetësohet shumë mirë. Ka një efekt shumë të mirë. Ata janë gjithmonë në përcjellje, për shkak te Gravesi di më qetësu situata. Domethënë japim barin, ndoshta 1 vit, 2 vite, dhe pacienti qetësohet edhe ndërprej terapia. Domethënë me këto e dinë pacientët se shumë shpesh thonë, doktoreshe, ka marr bana, po tash jam kon mirë edhe tash mas një kohë me vite tona vjen aktivizohet, se është smundja autoimune, vetëm e kemi ata antitrupan në trup edhe komas koha ata mund të reaktivizojnë smundjen. Mirë po, din më qetësu, aktivizohet prap. Nëse i shikojmë rekomandimet, den 2 vite është mirë të mirë terapia, mandej të kalohet me metoda tjera, që është ose terapia me jod. Domethënë në këtë rast, jodi bën mirë për tiroide, mirë po te hipertiroza jepen doza shumë të mëdha. Kur jepen doza shumë të mëdha, jodi e shkatron tiroiden, ja shkatron qelizat, i shkatron folikulet, atëherë mund të them e qetësohet tiroidja në një anë, po e kemi shkatruar atin tiroides dhe kalon në hipotirozë. Domethënë jepen doza të mëdha e jodit dhe kalon në hipotirozë. Por dhe aty gjithsesi duhet të përcjellet, të zgjidhet pacientit, cili pacient të trajtohet, se din të pacientat e rinj, të cilët ende pritet të kenë fëmijë, kemi kujdes për shkak se jodi ndikon edhe në fertilitet, për këtë arsye zgjedhen. Ose është intervenimi operator, kur nëse nuk ka funksionuar, domethënë terapia, atëherë indikohet edhe heqja e gjandrës tiroide. Do të thaj shumë faleminderit për gjitha këto informata shumë të rëndësishme. Jemi ka fundi e emisionit, para se me kalu në pyetjen e fundit të zyrtare për ju, ndeshta të bisedojmë për angazhimin e juaj. Do thotë ju jeni jo veçeni nga Gjakova, po jeni edhe e Gjakovës, por jetoni me familjen e juaj në Prishtinë. Informatat të cilat unë i di
do t'i jap, ju punoni në spitalin EUI, që quhet Dr. Memli, parasysh se bashkëshorti juaj është ginekolog, është një poliklinik, ne kemi pas edhe një mysafire të nderuar në emisionin tonë e cila punon edhe te ju, do të thotë një spital vetëm, tash veç i njohur për kvalitetet e tij, mas shumë për nga aspekte resurse humane, po dhe teknologjike, është në bukur avangard. Tash, po në Gjakov, ju vini edhe në Gjakov, e di që kam pas kërkesa pacientët edhe për këtë edhe u thoni, sot keni ardhur ta zëm për emision, po edhe për pacient. Ku mund edhe si mund të ju gjejnë pacientat nëse kanë nevojë për? Së parë mirë njëse, unë jam nga Gjakova, por jam e Gjakovës. Faktikisht mund të them që 1/3 e javës e kaloj në Gjakov, vikendet kryesisht na lidhin me Gjakovën, për shkak se kemi të afërmit ende këtu, plus që unë një herë në javë punoj çdo të mërkurë, janë te poliklinika Biohit, do të thonë aty punoj ditën e mërkurë për pacientët që janë të regionit të Gjakovës, ndonjëherë edhe të ejteve në mëngjes, do të thonë jam në punë në Gjakov. Ndërsa në Prishtinë është poliklinika që përmendet, është një poliklinik të cilin e kemi themelu bashkë me bashkëshortin i cili gjithashtu është mjek, të ditëve tjera të punës jemi në Prishtinë. Doktoresh, faleminderit. Në fund mesazh për publikun lidhur me temat të cilat i trajtuam sonte. Për gjithë kësaj që folëm, e pam një gjandra tiroide është një gjandër edhe pse vogël, por me një funksion shumë të madh, që atakoj pothuajse të gjitha sistemet e organizmit. E thash edhe më herët, të rekomandohet të bëhen kontrolla të gjandrës tiroide mbi moshën 35 vjeçare, do të thonë të domosdoshme. Mirë po, të ata të cilët kanë trashëgimi me probleme të gjandrës tiroide, është rëndësishme që këto kontrolla të fillohen edhe më herët. Po flas të ata që nuk kanë simptoma. Kur shfaqen simptoma, do të thonë ajo është e domosdoshme një trajtim i gjandrës tiroide. Doktoresh, faleminderit, një pyetje personale për fund. Përkthehem edhe një herë në fillim të emisionit. Doktoresh, nuk mund të mos e kujtojmë një fakt shumë domethënës për historinë e shëndetësisë kosovare dhe jo vetëm. Babai juaj ishte në balë të luftës kundër variolla verës në vitin 1972. Ka qenë mjek i përgjithshëm kur ka diagnostikuar një pacient i cili nëse s'gaboj ka qenë nga fshati Denj me këtë smundje e cila ka qenë shumë e rrallë. Bëhet fjalë për doktorin e nderuar, për fat keq të ndjerë, doktor Agim Saratin, i cili ka treguar një kurajo dije dhe për kushtim të jashtëzakonshëm, jo vetëm në këtë rast, ka qenë edhe themeluesi internistike bashkëkohore dhe këta jo vetëm në Gjakovë. Unë kujtoj që këtë rast duhet përmend, doktoresh, sepse përkundër modestisë që keni ju, është me dobi që ne kur mos t'i harrojmë se kush na ka shtruar rrugën tonë për memori ku jemi. Atëherë, shumë vite më vonë, dhe si ndodh shpesh që historia din mu përsërit, kemi parë të njëjtin shpirt shërbimi edhe të ju, sepse edhe ju ishit po aq angazhuar dhe palodhur në përballje me pandeminë COVID-19. Ju keni qenë edhe në karantinë. Doktoresh, na tregoni atë ndjesi që keni përjetu, a ka ndërhy historia e të ndjerit në mendimet e juaja përderisa ju ishit të mbyllur në një situatë e cila me vërtet ka qenë e panjohur se si dhe a mund të dilet nga kjo situatë. Tash, kur folje për babën, normalisht që emocionohem, edhe pse jam bo shumë vite që ai më nuk është mesin tonë, bile këtë muaj bën 33 vite që ai ka vdek. Mirë po, na kemi qenë shumë të vogla kur ka vdek, unë dhe motrat e mia, edhe jemi rrit me mungesën e tij, po gjithmonë me krenarin që na ka shoqëruar, që ka qenë baraz me dhimbjen. Për mu, kam qenë 10 vjeçare kur ka vdek, ma tepër jam rrit të ndëgju fjalët për babën, për shkak se kam qenë moshë shumë e vogël, edhe jam kriju edhe sot çdo ditë më tepër ndëgjoj fjalët nga pacientët, nga kolegët e tij, duke lënë modestinë anash, mund të them që së pari ka qenë një njeri i madh, pastaj një mjek shumë i madh, ka shërby me shumë përkushtim,
bazë fjalëve të pacientave, ka dhënë ma tepër se që duhet përtej detyrës së tij dhe për kushtim që sot po e vrej dhe po mundohem ta trashëgoj edhe unë prej tij. Mendoj që rritja, papraninë e tij, dhimbja, mungesa e tij na ka bërë më të forta në mu dhe motrat e mia të përballem me jetën, por na ka bërë që dhe ta ndjejmë mungesën e tjetrit, do të thonë ta ndjejmë më tepër dhimbjen e tjetrit, edhe që po mundohem që këtë dhe ta vazhdoj, për shkak se çashtu e kemi. Po, ka ndiku, do të thonë, historia e tij ka ndiku që unë të jem në klinikën e infektivës gjatë Covidit, edhe që ka qenë një shtytje. Thonë, ka qenë si idol, ka qenë si shtytje, ka qenë si inspirim që çka ka bo ai që ka qenë një periudhë ende më e vështirë e pa diskutueshme, periudha e variollës, plus të e di që ajo ka qenë diagnostikuesi i sëmundjes së variollës. S'ka pranuar del për karantinës. Jo, ka diagnostiku, po edhe ka qenë në karantinë vetë mjeku i parë, them, që normalisht që mjek tjerë kanë vazhdu, po ka qenë prej ditës së parë dhe deri ditën e fundit në sëmundjen variollës. Hyrja ime në infektiv, mund të them që për mu nuk më ka duk shumë e vështirë, tu e krahasu me kohën e variollës, po. Dhe më thënë, ishte ajo që edhe më ka shty me hi. Është kënaqësi që edhe ne të tjerë e kemi shënuar dhe shënojmë gjithmonë se sa krenor është edhe nëna juaj, dhe sot do të ishte krenor edhe baba juaj me të 3 vajzat e tij. Do të thësh shumë faleminderit e unë shpresoj që do të takohemi edhe në ndonjë emision të radhës. Ishte kënaqësi të mysafirë juaj. Faleminderit. Atëherë, miqtë e mi, biseduam për dy breza, dy kohë të ndryshme, por njëjta mendësi dhe frymë e cila është ajo shërbimit ndaj njerëzit. Nëse ndonjëri nga ne ka pas dilemë që mjekët ndryshojnë pasi që diplomojnë mjekësi dhe bën me rast edhe më përpotent, edhe pse nuk e preshtoj edhe këtë mundësi, sot doktoresha si mysafira jonë e ka dëshmuar që ka shumë tjerë që dëshmojnë të kundërtën, sepse janë të pajisur mbi të gjitha me edukat edhe me një kulturë e cila nuk mësohet vetëm në libra, ose nuk mësohet fare në libra. Sido që tjetë, ka që kishim personte ndërkohë dhe gjithmonë të ruajmë shëndetin tonë e sidomos trupin dhe mendin tonë. Ka që kishim pra, bashkë mirë pashë. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20, ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.